Nga çka është i privuar Dardi? Pra, çka ndikon kjo sindrom që nuk e lejon atë të bëj? Atëre, Dardi tani është 3 vjeç e gjys dhe tani ka rritur të qëndroj ullur, nuk mund të ecje akoma. Ka distres respirator që i jep vështirësi në frymarrje, siç thash ka dhe skoliozën. Vazhdon terapin me fizioterapi, do më thonë nuk ja kam dalur asnjëherë fizioterapinë dhe kam parë rezultate, shqyqyr zotit. Më vjen shumë mirë për këtë. Po dhe kjo është një arsye e madhe që më jep një ndjesi të mirë për Dardin, sepse e shoh që është aq i vogël, po e do kaq shumë jetën, është shumë kurajoz, do që të bëj çdo gjë që bëjnë fëmijët e tjerë, nuk e shikon veten si të privuar, edhe pse është kaq i vogël, i kupton gjërat. Dhe them çdo ditë them Zotit faleminderit për çdo përmirësim që shikoj, për çdo progres që ka Dardi. Uroj që të jenë sa më të shpeshta dhe që ai të përmirësohet një tempo më të shpejt në këtë të ardhme. A ishte e vështirë Teuta që t'ju ikje mendimeve negative, ose ato mendimet, se me veten i kemi më së shpeshin këto, dhe konsideroj që si nëm, pastaj ajo sikur shumë fishohet, sikur nga njëherë nënat i vun fajin vetës edhe kur nuk vjen në shprehje që është faji i tyre. Kishe mendimet e tilla? Kisha, patjetër, dhe në atë situatë dhe sidomos kur je krejtësisht vetëm, pavarësisht aty në spitalin ku Dardi ishte, kishte një përkujdesje maksimale nga të gjithë, si nga mjekët, si nga infermierët, dhe disa i kemi bërë dhe miq tani. Por prap nuk kisha njerëzit e mi, nuk kisha një njeri që t'i flisja dhe shqip, që t'i thoja dhe mirëmëngjes, dhe ishte shumë e vështirë t'i shpëtoj këtyre mendimeve. Mendoja, mos diçka kam bërë gabim, mendoja dhe gjëra, mos diçka kam bërë në jetën time, çfarë mund të kem bërë, pyetja veten që më ka qelluar mua kjo sfidë. Derisa pastaj e kuptova që sfidat nuk janë për të dënuar. Ndoshta janë për të të afruar dhe me Zotin, për të dhënë të kuptosh se çfarë ka rëndësi më shumë në jetë. Ndoshta t'jep një sfidë për t'ja dalë, ndoshta dhe për të testuar se sa e fortë je, apo se si e kalon ti këtë sfidë. Sepse ka dhe kjo ka shumë rëndësi se si e kalon ti këtë sfidë. A kishte një periudhë të caktuar ku ishin më të shpeshta këto mendime, ose ndonjë periudhë më e vështirë